Në Muzeun Historik të Shkodrës u hap sot ekspozita Arti i Fies në Jelek, Elegancë që ma gjeps, një prezantim i pasurisë së trashëgimisë etnografike shqiptare. Në këtë ekspozitë u prezantuan 38 jelek të punuar me mjeshtëri, kryesisht të Shkodrës, nga zonat përreth, jugu i Shqipërisë, Gjakova, Tropoja dhe Beranti. Është një tematikë që nuk na lodhi shumë, edhe një titull që nuk na lodhi shumë për t'ia vënë kësaj ekspozite, sepse vërtet sa herë që hapnim gjatë seleksionimit të jelekëve që donim t'i ekspozonim, ishte një wow, ishte një sa unik janë, wow, sa bukur. Pra ishte një magjepsje totale, kështu që besoj që ekspozita është absolutisht një treguesi i vlerave, traditave, pra thuren shumë element të jetës njerëzore në çdo fije të këtyre jelekëve që ekspozohen sot për herë të parë. Është koleksioni më i pasun i fondit etnografik dhe gjëja më e veçantë është një objekt, një jelek që na është dhuruar muajin tetor, është objekt personal i motrës tone, ka qenë motra e Koli Dromenos. Pasardhësit e saj, përveç që i kanë dhuruar muzeut edhe shumë objekte të tjera që ishin sende personale të motrës tone. Dhe kjo është rësia për momentin. Ekspozita sjell jo vetëm një vlerë të çmuar historike, por edhe një këndvështrim të ri mbi artin e punimit me fije. Vizitorët do të kenë mundësinë të shohin këtë ekspozitë nga afër gjatë ditëve në vijim në ambientet e Muzeut Historik.